Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 13 mars të 2025. Është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me vendimet që mund të merren, me takimet që mund të bëhen dhe mundësitë të reja që mund të keni. Është periudha ku çdo gjë mund të ndikohet, çdo gjë mund të stabilizohet. Prandaj, pikërisht data 13 jep një mundësi në lidhje me takime të rëndësisë së veçantë dhe vendime në të ardhmen. Por para se të filloj parashikimin e kësaj dite, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çdo gjë që juve ju intereson në këtë drejtim dhe duke bler paketën që juve ju intereson, shkojnë tek sekretaria dhe aty pastaj mund të shkruani, mund të dërgoni mesazhin dhe mund ta merrni telefon si dëshironi juve nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube dhe dëshironi ta dëgjoni të parë, ta shikoni të parë, atëherë duke klikuar te ky buton pikërisht e klikoni, përqeni faqen, bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha dhe më pas mund të dërgoni mesazhin në kohën që ne jemi live. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat e radhës. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, duket se shumë gjëra mund të ndikohen. 10 ditë që parë i kësaj shenje duket se ka një mundësi plus në çështjet që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën dhe gjërat e tjera që mund të ndikojnë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë lidhje me vendimet që mund të marrë apo ndikimet që mund të keni. Por gjithashtu, është një mundësi e artë në lidhje me takime, në lidhje me vendimet, në lidhje me ndryshimet që mund të keni në këtë aspekt. Megjithatë, ka edhe gjë tjetër që vazhdimësia dhe korrektësia juaj u jep mundësi për zgjidhur çështjet që ju e keni. Për sa përket në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë do thotë me dëm dhe me akrep. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, meqenëse se Demi ka një ndikim se jep mundësi në lidhje me çështjet ekonomike financiare dhe gjërat që kanë të bëjnë me anën tjetër të pozicionimit të planeteve dhe kohës ku ndodhin fenomene, është një moment shumë i artë në lidhje me ndryshimet, në lidhje me kohën që kanë të bëjnë. Është momenti më i mirë në lidhje me çështjet ekonomike. Por në dashuri do të bëni pakujdes sepse ka të bëjë shumë me anën e biznesit, por në dashuri bashkim familjar duket se ka të bëjë me britjap të dhjetëçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqenëse binjakët duket se tani në këtë periudhë, binjakët duket se vërtet veprojnë, ndryshojnë, marrin dhe kanë kohën e tyre në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me vendimet dhe kohën që merret me takime, me punë dhe me gjëra të tjera, sepse duke pasur parasysh një nga takimet që mund të bëhen në një farë mënyre në kohën e dur, por është dhe periudha mjaft e mirë që mund të mbasditja, duke se është e mbar për juve, sepse mund të filloni një takim pune, ose mund të bëni një diçka shumë të rëndësishme në të ardhmen, por bëheni para ditës, se është mirë për juve dhe keni mundësi për zgjidhur gjërat e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Gaforës. Për sa përket gaforeve duket se tani në këtë periudhë është një mundësi e mirë, një mundësi e artë, sepse edhe zgjidhjet që keni për të bërë në lidhje me në orën 10, që mund të takim shumë të rëndësishëm, ky është takim që mund të jetë edhe për arsye të punës suaj, por edhe gjërave të tjera që do të keni, është mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të biseduar. Dhe kjo bën që juve të jeni mjaft pozitiv, juve të jeni mjaft korrekt me punën tuaj dhe çështjet aktuale. Në lidhje me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, janë të shenjës së
luanit. Çfarë ndodh me luanët dhe ku luanët ndajnë nga ndryshimi mes asaj që është realizueshme dhe mes gjërave të mëdha që mund të keni. Një nga mundësitë më të mira që kanë të bëjnë është një kohë e përshtatshme e zhvillimit, e ndryshimit dhe e periudhave kur ndodhin fenomenet. Kjo nuk ka thënë për të shqetësuar, sepse juve në njëra anë jo vetëm se mund të keni mundësi, po koha ka treguar që juve jeni me fat edhe ka diçka shumë pozitive në lidhje me takime, në lidhje me vendime që mund të merrni, por do të bëni pa kujdes në lidhje me një takim që mund të keni në orën 12, mirë është ta shtyni për një orë tjetër, ka të bëjë me punën. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të ditëshit parë dhe me akrep është perfektja, por edhe pse me ujor është vetjeta, sepse luani ka përballë ujorin dhe ka përfitime dhe ndryshime pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që është Virgjëresha. Për sa i përket Virgjëreshave, Virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë kanë mjaft çështje të lëna pezull në lidhje me punën aktuale, në lidhje me një ndryshim që kanë bënë tani, me një takim që mund kenë tani në këtë periudhë, por gjithashtu është një periudhë mjaft e mirë, sepse zanafilla e Virgjëreshës në fushën e karrierës dhe të punës është pikërisht tani, sepse bëhet fjalë për një takim pune, për një ndikim shumë të madh, sepse duke pasur parasysh edhe marrë vendime të rëndësishme në kohën e dur, edhe në çështjet e punës, edhe mundësitë e reja që keni në kohën e dur, por gjithashtu ka diçka që juve mund të ndryshoni siç dëshironi juve në fushën e biznesit, kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë bënë sidomos mbas dite, mund bëni takime shumë të mira mbas orës 19, është me gafore dhe me peshk. Shkojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për sa përket peshoreve, meqenëse peshorja duket se tani në këtë periudhë është një periudhë vërtet periudhë mjaft e mirë në komunikim, një periudhë që do të nisni një diçka të re dhe fati ju ndihmon, në një farë mënyre ka të bëjë shumë me disa takime të rëndësishme, me disa takime që vërtet është koha më e mirë e mundshme dhe ndryshimi i madh që mund të keni tani në tutje, por gjithmonë duket se jeni hapara asaj çfarë ndodh në fushën e karrierës. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të dhjetëçit parë dhe me bricap janë ideale, pak vëmendje me dash të dhjetëçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e akrepit. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se kanë disa mundësi të arta në lidhje me favorizimet që jepen në punë, në karrierë, në ndryshime, në marrje vendime është e rëndësishme gjithashtu, është kjo periudhë. Është një periudhë mjaft e mirë kjo për një arsye, sepse edhe koha dhe momenti dhe gjërat që do të diktojnë ndryshojnë në një farë mënyre, është një kohë shumë e përshtatshme për punën dhe për zhvillimet e reja. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem dhe me ujor është perfektja. Pak vëmendje do të bëni me dem të dhjetëçit parë, sepse ka diçka që është pak problem, por mund zgjidhet siç juve kërkoni dhe dëshironi. Kështu që është koha e mirë dhe pozitive në vendime. Ana shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan dhe me peshk është ideale, por pak vëmendje do të bëni me binjak të dhjetëçit të dytë, se mund keni në një debat, po janë debate kalimtare dhe jo problematike. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, për shigjetarët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që ndryshon në fakt jo se ka një diçka për të shqetësuar për punën, por ndryshoni në lidhje me ndikimet, lidhje me vendimet, lidhet me periudhën ku ndodhin fenomenet, sepse është një kohë tani mjaft e mirë, është një kohë që vërtet gjërat do jenë pozitive dhe keni mundësi të artë në anën e biznesit, por gjithashtu është dhe e karrierës, sepse është kjo periudhë tani në lidhje me një vendim shumë të rëndësishëm që mund të merrni, një kohë e përshtatshme në lidhje me disa ndryshime që mund të keni, por pak të jeni të vëmendshëm, mos u nxitoni në vendimet që mund të merrni. Kurse në çështje shpirtërore, edhe pse duket se juve të kësaj shenje e keni mundësinë, sepse ndikimet me Virgjëresh, gjithmonë shigjetari duket se e ka dhe mundësinë për të vepruar, kurse në anën tjetër
është momenti më i mirë i mundshëm për të parë se ç'do të bëni në fushën e karrierës. Në lidhje me dashurinë bashkim familjar, duket se është me dashur të diçit parë. Shkojmë tek Bricapët duket se edhe pse janë pak në vështirësi në çështjet që lidhen me një çështje ekonomike financiare, ka një të drejtë madhe për kush ua di, sepse vërtet ata dinë shumë mirë çfarë bëjnë, dinë shumë mirë ku do të shkojnë, por në anën tjetër është një mundësi mjaft e mirë tani mbi takime, mbi ndryshime, mbi mundësi që jepen. Dhe janë mundësi të arta në ekonomi, në stabilizime, në marrje vendimesh. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 diqit parë dhe me ujor të 10 diqit të tretë është ndikimi dhe ndryshimi më i madh dhe favorizimi që do të keni. Në çështjet që lidhen me një takim ekonomiko-financiar, kjo do të zgjidhet sepse ka të bëjë shumë me biznesin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me peshore është ideal. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Ujorët të dashur, sado që juve keni mundësinë edhe u jepet mundësia, se është mundësia artë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit tuaj, vjen një moment që është moment ndryshe nga të tjerët, por është një gëzim shumë i madh që do të keni juve në familjen tuaj, se është momenti më i mirë i mundshëm dhe i artë. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë me dëm të 10 diqit parë dhe ujor të 10 diqit të tretë që është perfektja, por pak vëmendje me binjak të 10 diqit të dytë. Shkojmë tek shenja radhës që janë peshqit. Peshqit dashur, mundoni që t'jeni korrekt. Duket se kjo periudhë është një periudhë që do të ndikojë. Për sa përket peshqeve, gjithashtu kanë ndikimin e madh në lidhje me çështjet financiare, në lidhje me ndikimet që mund bëhet, por në anën tjetër duket se një çështje pune bashkëpunimi duket se është me virgjëresh dhe me bricap ose çështje ortakrie. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me binjak dhe shikjetarën ideale, pa kujdes me luan. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 13 mars të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë nuk të di njerë, por ju që jeni të interesuar për parashikrim të detajuar, atëherë duhet klikuar në www.astrologo.al, është pikërisht kjo faqja këtu. Megjithatë, në aty mund zgjidhni çdo lloj pakete që ju intereson. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që Astrologo.al ngarkon në YouTube, dëshironi ta dëgjoni të parët dhe të dërgoni mesazh kur jemi live, atëherë te ky butoni këtu mund të klikoni, bëni subscribe, butonin e ziljes, të gjitha dhe më pas mund të dërgoni mesazhin dhe të merrni live përgjigje. Nga unë Rrukulla, ju uroj më të mirën e mundshëm. Gjithë mira.